Përshëndetje të gjithëve, sot kena një makinë të lezetshme. Është Golf 6 GTI, po kjo është modifikuar, është stage 3, nuk është stock, është goxha e modifikuar edhe besoj është modifikuar siç duhet. Nuk kanë bërë gjonat për gjys, janë bërë tamam. Edhe e dallova që te frenat, shifse e ka vu frenat, normal me freskim, por se e ka vu sa të modhe ka kalibrin e frenave, që aty dallohet që është i gjohë serioze këtu. Që Golfi 6 si platform është makinë që është shumë e përhapme, zakonisht motorat naftës, 1.6, po GTI është 2000, siç është kjo, po kjo është modifikuar, është bota APR-ja, sa e ka marmitat, difuzorin. Ka sa pjesë që janë bërë me të kuqe, nuk janë shijet e gjithëve, mu s'pëlqen për shembull, do të kisha bërë të kuqe, po pëlqen e veçantë është. Edhe këto pasqyrat i ka karboni, para ka këto fenert me pika LED, tra qenë opsionale, ka pas edhe halogen fare, Golfi 6 i thjesht, për qenë është e bukur. Kështu na fillu dhe shiu i çik tash. Kjo është diferencial para, dhe shohim do kena mundësi me avu fuqin në tokë, në rrugë, me ja përkthy dot. Sa është bërë edhe TCU-ja është modifikuar, jo vetëm TCU-ja, po është edhe kamja është përforcuar në fakt, se DSG është, po kur shkon këto shifra 350 kuaj e lartë, duhet me e përforcu se nuk e ma torkun kamja standarde. Ta shohim edhe interiorin, që Golf është, Golf standard, ku që ka edicioni 35 vjetor i GTI-s, se dilin e ka kështu me lev, po me lambar support, GTI-s që janë pak më të forta. Tu ka këte që të rego boostin që e kanë vu, pedal shifterat i ka këtu mrapa, i kanë vu këto extensionat, aty që duket më sportive. Timonin është raf shtu poshtë GTI, këte ka të vu me Android, kjo është me vetë parkim, traction control off, sensor të parkimit, kamera DSG, sedilet me ngroje, këtu janë ato të klimës, kabin Golfi është kjo, nuk është kanë ndryshim, sedilet janë më ndryshe që janë të GTI-s që janë më sportive, tapiceria lëkure, baxho lartë, se më keni thonë me bo makina pak më të lira, kjo s'është nga ato të lira të fare, se s'është 1.6 naft, po makinë që është e përballueshme. Që ta shohim edhe mrapa, kjo do ketë në premium sound system, edhe pse s'ka emër, se ka box e këtu, box dhe këtu, se kanë gjitha besoj. Që para klimat i ka me 2 zona, mrapa s'ka zonë të vetëm, po ka air venta. Si hapësirë tu për komët nuk është keq, ke ven, edhe për kokën ke ven sa të dush. Makinë praktike është makinë familjare, sidomos për çmimin Golfi është për ka qenë makinë e mirë, po kjo është jo Golf standard, është pak i veçantë, është GTI shumë i modifikuar, do e shohim kryesore, biza kryesore sa shohim si do ecën performancë, aty dhe ka pjesën më të mirë kjo. Dhe që do e morim i gjiro GTI-n, Golfin 6 GTI Stage 3, kjo dhe amortizator di ka më t'ullë që se për mena, unë e ka null, ka amortizator sportiv. Një gjotë që blow-off, valvullën e blow-offit, që të shfrynë. Shumë një gjotë, shumë e lezetshme. Sa që është u thonë, kur hetë që avash nuk dallohet shumë që është në 300 e ca kuaj, duhet si Golf tamam. Kjo stok ka 210 kuaj dhe 280 Nm torque. Tash me stage 3 që është bo kjo, do ketë një mbi 450 Nm besoj, 350 kuaj. Po do e shohim intake-u karbonit APR, bobinat APR, dhe turboja, është vu turbo më e modhe, po llojin e turbos nuk e di. S'ma merr me janë se di as fornari, se kështu i ka ardhe modifikume, është në amortizim është më e fort. Sa që frikë. Të nga fillu dhe shiu dhe të nga gjëroje kjo diferencial para, ku e gjedi. Pa e vonë. As gjus gazi. Gjëra shumë. Gjëra shumë gjëra. Që Golfi 6 GTI është platform që ka shumë fanë sa gjithë botën edhe që ka shumë mundësi aftermarket për ta modifikuar. Shumë opsione. Kjo është me APR-n, po ka shumë lloj mundësish për ta modifikuar. Ke lloj kompanish që prodhojnë pjesë për motorat GTI. Dhe është platforme preferume për herë Golfi për këtë kategorinë hatchback, ka qenë makina më e mirë. Golfi e ka nisë si kategori këtë.
është do si do, është larg stokut. Stok 5 shkena bone këtë i. 601. Goxha e shpejt, është shpejt e mirë, e lezetshme. Për motor 2 mish, shumë e shpejt. Makinë e mirë, kjo është makinë për çuna të ri. Për shembull, pse duhet me morë se shumë qëllos dhe të këto makinat që bëj, se i keni pa që janë makina luksoze dhe janë çuna të ri shumë. Ai 7 vjeç, 20 ca vjeç me makina luksi. Këtë lloj makine duhet keti çunë i ri. Jo së 350 që naftë, ose seria 7. Kjo po. Kjo t'jep adrenalin, ka zhurma, jo luks. Se jo, para gjysore isha të bo me një çunë që kisha review, që më solli për review makinë, pas ka si Benzi është luks, Benzi është... E pyta sa vjetë që jenë 19. A kupto, e kena që konceptin e gabum ne, se për qësi blejmë makina. Më qenë nëj biznesmen, 50 vjeç, okej, e merë së, a seria 7. Çunë i ri, 20 vjeç, është gjënof. Shumë e mirë, përveç zhurmës se timonin e ka drejt për drejt. Frena dhe mira. Se frenat është ndërgjonat kryesore, se shumë veta i modifikojnë makinat i arrit fuqinë bëjle me frena stok. Përse këte kanë modifiku tamam, i kanë vu dhe frenat e mdoja. Mirë që jetë shpejt, po dhe të naloshë. E fuqishme. Mos kur futet në boost, vetëm gjërohet, nes vetëm e sëpën. Ta shofim tu ta shi qik zhurmën. Kafsh. DSG e ndromarse direkt bam. Mirë kështu makina që të bo me qeshe, të bo të lumtur, t'jep adrenalin, se dvesh se ndile në masazh të seria 7, 3 naft, që s'tjep asi lloj emocioni, asi lloj adrenalina. Oke, ka të mirë në vetë, po si do bo rrugë gjata. Ose kjo, knaqesh. Edhe në kthejës është e mirë. Tashi, kur jep gaz në kthejës, pak tork shtir ka, se ka shumë tork, edhe është goma të parë, me tu tërheq, po nuk është shumë e dallueshme, se je tu e qu në limit e fare, ne si jena në pistë, po për qenë e shpejt është sa të dush. Edhe për këtë kabin që është kabin e vogël, kjo fuqi i mjafto. Frenat e mira, që janë shumë të rëndësishme. Ja, për shembull, këtu gjiro në kthejës. Këtu është torque steeri. Po është e menaxhueshme, nuk është se e dallo vetë, e shef. Shpejt, për të ashtë të këto shpejtësit
170 e kështu, nuk e ka ma të tjetën forcë. Jo se s'përgjigjet se sec, po nuk të req me tjetën ritëm që të ishte i makinë 6 pistonëse, për të zbollet sa tush. Tash të bëjmë mylljen edhe konkluzionet e Golfit 6 GTI. Ky është stage 3, shumë i lezetshëm, shumë zhurma të bukura, t'jep adrenalin. Është makinë që ishte tipike për çuna të ri që kanë qef makinat sportive, jo çuna të ri që duan vetëm luks, drita LED, se dilje me ftoje me masazh, po çuna të ri që kanë qef adrenalinën pak. Tashi kjo puna fuqisë mirë është me pas dyno, me e matë në dyno, po besoj dhe bëjmë edhe i video me dyno, tashi që po më shko menja, se kishte dikush që më ka shkruajtur tu, besoj dhe bëjmë edhe një ashtu, do morim makinën dhe masim tamam dyno për video tjetër ajo. Shumë e fuqishme, kjo lloj makine është edhe për përditshmëri me dashme e përdor, po edhe për performancë, kur do me ec pak fort, hec. Tashi është diferencial para, edhe normalisht do kesh pak torque steer kur jep gazën kthesa, se gjëren ato gomat. Aty po shko gjithë fuqia, gjithë ato kuaj aty janë, nuk është 4x4, po nuk është në ato norma që është e pa menaxhueshme. E ke në dorë vetë e menaxho edhe shumë e shpejt. Shumë e mirë që ka kjo plus janë edhe frenat që ja ka vu upgrade, ja ka vu më të mëdhoja, edhe t'jep konfidencë, se normal jetu ecë më shpejt do frenosh, duhen frenat e mira, se nxefen, edhe ato i kishte shumë mirë. Kthesa është shumë e mirë, amërzimin sportiv më ullët, i merr kthesat pa body roll edhe me konfidencë. Tashi, se ne nuk kena pista, po hece edhe fort hece është mirë. Po t'jesh super shpejt, normal do ketë understeer ajo, se është me diferencial para, po për aq sa kena mundësinë me ecë ne, je në rregull, je i sigurt me këtë. Zhurmën marmitat shumë mira, edhe ajo blow valvula shumë e mirë, edhe ajo ato çfryrjet shumë të lezetshme. DSG pastaj normal marrëshet bam direkt, pa problem. Domethënë den marr straight tërheq shumë fort, pastaj i bie pak fuqia, se nuk është i makinë 3000 me 350 kuaj, motori më i madh për shembull në top end në shpejtësi të larta është më i shpejt, kësaj i bie çik. Po shumë e mirë, më kujtoj edhe Skoda në VRS çik, se kështu në kthesa e ngjona është pak a shumë e ngjashme atë, edhe motor 2000 ka qenë, por kjo është më e fuqishme, më e shpejt kjo. Plus edhe DSG, ai ka qenë manuale. Shumë makinë e mirë. Tashi, do e kisha sugjeru të gjithëve që janë çuna të ri që kanë qef makinat e performancës, kanë qef shpejtësinë, të marrin kështu lloj platformash, Golf, Skoda, Seat Leon, Cupra, që janë këto, janë makina të lezetshme, makina që i modifiko edhe kanë performancë, plus që edhe mirëmbajtja nuk i ka kostot aq të mëdha. Tashi konsumin normal do e ketë më shumë se 200 naftë kjo, po kjo është makinë edhe qefi, që s'është e thonë që ta përdorësh vetëm për ditë, po e bo projekt edhe kënaqesh me të, është e shpejt. Se di si ju duke dhe ju, a u ka pëlqyer video, më thoni ç'a menimi keni, a do kishit marrë këtë lloj Golfi apo do kishit marrë Audi A6 2 naftë. Ta kuptoj, a merrni vesh nga makinat apo jo. Shpresoj duke të pëlqyer video edhe shihni videon e radhës. Mirupafshim.